Mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends. Zakonisht kur flasim për kafshë shtëpiake, na shkon në mendje vetëm mace ose qen. Dhe të dy ato kafshët kanë nevojë për shumë përkushtim. Por cilat mund të jenë disa kafshë të cilat mund të përshtaten edhe me lifestyle-in tuaj nëse nuk është se keni edhe shumë kohë, ja ku janë 5 alternativa. Hamster. Hamster cilësohet ndryshe dhe si kafshë xhepi për shkak të madhësisë së tyre dhe ka 3 arsye kryesore pse njerëzit i duan. Janë të lezetshëm, me gëzofë të butë dhe shumë miqësor. Diçka tjetër e mirë është se rrinë më shumë zgjuar gjatë natës, kështu që nuk do t'ju ndjejnë mungesën gjatë ditës. Do t'ju kushtojnë vetëm 1000 lekë. Jetëgjatësia 2 deri në 3 vite. I përshtatshëm për fëmijë nga 8 vjeç e sipër. Ushqimi. Ushqim komercial 500 lekë në muaj, një lugë gjellë në ditë, me raste fruta dhe perime të freskëta, djathtë. Mirëmbajtja dhe ushtrimet. Kafaz metalik për hamster me pjesën e poshtme të fortë, një rrotë për hamster, tuba dhe lodra të ndryshme. Dhe më e mira është se lahen vetë. Shumicat e hamsterave nuk e kanë problem të jetojnë vetëm. Madje me seksin e njëjtë tregohen agresiv. Nëse i merrni me sekse të kundërta, përgatituni për këlysh shumë shpejt, pasi shtatëzania e një hamsteri zgjat vetëm 2 javë. Lepuri. Ata vijnë kur i thret, i kryejnë nevojat e tyre në një kuti me rër dhe madje mund të nxjerrësh shëtitje si një qen. Mjafton të kesh 1 litar dhe 1 qafore. Dhe do t'i kushtojnë vetëm 2000 lekë. Jetëgjatësia nga 5 deri në 10 vite. I përshtatshëm për fëmijë nga 8 vjeç e sipër. Ushqim komercial 1000 lekë në muaj, në sasi shumë të vogla një herë në ditë. Perime të freskëta, ujë të freskët. E rëndësishme, në vendin ku rri duhet të ketë gjithmonë kasht. Mirëmbajtja dhe ushtrimet. Një kafaz metalik për lepuj, por do të duhet të krijoni një ambient të sigurt jashtë shtëpisë ose brenda saj që lepuri të kërcej. Nuk këshillohet t'i lani ju. Papagajt. Papagajt janë shumë ngjyrësh, energjik dhe lozonjar. Ata kanë një aftësi shumë të madhe të imitojnë tingujt, kështu që mos u çuditni nëse një ditë do të imitojnë zilën e telefonit tuaj. Më i liri kushton 1500 lekë. Jetëgjatësia, disa jetojnë deri në 80 vite. I përshtatshëm për adoleshentë dhe të rritur. Ushqimi. Mix frutash komercial 200 lekë në muaj. Mjafton vetëm që të mbushni tasin edhe papagalli vendos vetë se sa do të hajë. Ujë të freskët dhe fruta dhe perime të freskëta. Mirëmbajtja dhe ushtrimet. Kafazi duhet jetë aq i madh sa të bëjë disa fluturime të shkurtra. Do të bëni të mirë të vendosni një shtres të hollë me zhavor të imët, pasi përveç se ndihmon në pastrim, ndihmon edhe në sistemin tretës të papagallit. Një copës e vogël buri ndihmon në bluarjen e farave në stomak. Peshk. Siguroni që për të patur një peshk, duhet të keni një akuarium, por jo të gjithë peshqit kanë nevojë për akuariumin tipik të madh dhe me filtr. Për shembull, kemi peshkun e kuq, dhe janë tepër ekonomik, kushtojnë vetëm 300 lekë. Jetëgjatësia deri në 3 vite. I përshtatshëm të gjitha moshat. Ushqim komercial për peshq, 100 lekë në muaj, sasi të vogla një herë në ditë. Mirëmbajtja dhe ushtrimet. Mjafton vetëm një poç me ujë të pastër dhe do të duhet t'i ndroni ujin një herë në disa ditë. Breshk. Një zgjedhje e preferuar është breshka kuti, pasi ka ngjyra të ndryshme në zhgullin e saj. Këto vogëlushe kushtojnë vetëm 1000 lekë. Jetëgjatësia deri në 40 vite. I përshtatshëm për fëmijë nga 8 vjeç e sipër. Ushqimi, fruta dhe perime dhe ushqim komercial në varësi të racës së breshkës. Vetëm 100 lekë në muaj. Ushqehet një herë në ditë kur janë akoma të vogla. Mirëmbajtja dhe ushtrimet. Breshkat kanë nevojë për një terranium ose për një akuarium. E mira do ishte të kishte pjesë të thata, ku breshka mund të struket, dhe pjesë me ujë të ndenjur ku mund të hidratohet. Kjo është e gjithë ajo që kishim përgatitur për këtë javë, edhe bashkë do të shihemi prapë javës tjetër. Mirupafshim.